A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Vazhdojmë me dersin Shifai Sherif. Para disa dite na kishte ftuar edhe Hoxha Shaban Tahiri, i nderuari, në xhamin e fshatit Llokë. Disa për juve erdhët dhe paca ders i bereqet shumë u bë, kur të mbleth aty sinceriteti. Sinceriteti Kadi Jadi që ka shkruajt librin, sinceriteti i pejgamberit alayhis salam që është brenda në atë libër, sinceriteti atij xhamatit, po ne për izat Allahut shkuam apo si ja bën ai o të bori xhamis më pa mas dersi me zor dojte diçka. Nëse duam të vazhdojë bereqeti, ato me zort që duhet edhe me zort me i refuzu. Ama sonte një misafir nuk na bën i fer, apo këto punët materiale xhamat duhet me i hek anësh, se një ditë na prishet një jetë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, e dunja hulvun, dynjaja është e ëmbël. Apo, e në të mirat materiale ma pa na vjen, sa duam ne të shtiremi, të themi jo se duam ne paren, apo tjetrën, këtë tjetrën, kur e dish se do të vije diçka, piq aty një gëzim, një ndjen, se di, në psikologji, a ka dhe një sqarim, në mjekësi, a ka dhe një sqarim ajo. E ta sheriati ka ardhur atë me luftu pak, atë me luftu. Pse erdhi tema këtu, nuk e di. Dhe me thamë, flasim për Shifai Sherifin, pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe Kadi Jadi, sonte, do të na mbaj një ders aq që bereqetshëm, sa edhe dë those vetë në fillim të dersit, dë those o lexuesi nderuar, më thënë, pas gjithë këtyne që i kemi përmend, gjithë të transmetime, sjelljet bukra të pejgamberit alayhis salam, apo edhe të pejgamberëve tjerë në tërësi që ishte tema atje ku ishim misafir, gjëre gjatë i treguam mirë, po realiteti është akoma më i gjerë. S'ka fund, sa dush lavdroj pejgamberin alayhis salatu wassalam, vallahi kjo gjuha jon mbetet noksan, s'u na rin t'jape hakun. Sa që do ulema kanë thënë, nuk e lavdroj unë pejgamberin me këto fjalët e mia. Po, i lavdroj fjalët e mia tu e përmend atë pejgamber. Kështu duhet me ju qas punës pejgamberit alayhis salatu wassalam. Unë e fala drekën me gjithë sunnetin, më shumë. Nuk ka kështu. A neve kështu i qasemi sunnetit. Gjene me fal namaz natën ja 2 net me rënd. Subhanallah. E në me thënë Allah, ani be ti ke fal namaz natë, prap dështin në xhenem, si kush, unë e kom fal namaz natë. Kështu i kemi sjelljet në praktik. Kështu me gojsën, ja thujmë këtë se Allahu Teala na ndëshkon me njerë. Ama sjelljet pak ashtu. Sa neve, këto ulemat që i kanë shkruar këto libra, e kanë shkruajtur për fitu ata bereqet, pejgamberit as 1 centimetër bile manal derexhen, jo, sa ish më i lavdruarit e Allahu xhelle xhelalu. E tash neve Allahu na ka mbledh këtu, ta përmendim këtë njeri të bereqetshëm, sallallahu alaihi wasallam. E thot, e pashtë arsyeshme që këtë temë, që sa derse gjati 30-40 derse janë bo, ta përfundoj, tash sjelljen ja kuptove, sabrin ja kuptove, modestin ja kuptove, si ka fal njerëzit e kuptove, e hajde tash ta përshkruajmë pak fizikisht që të të çoje malli, edhe pse se ke pas një herë, ama ashtu do ndihesh sikur vërtet flasish për doni babën tënd, për doni hoxhën tënd që e ke pa për ditë. Vërtet unë kur e lexoj këtë hadith, është një hadith shumë i gjatë që transmetohet. E po thuaj çdo libër që flet për sirën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, këtë hadith e përdorim. Përshkrimi më i detajzuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është në këtë hadith. Nëse Kadi Jadi ka mbledh disa hadithe dhe aq bukur i ka radhit, bëhet fjalë sikur një rast ka ndodhur kjo. E ti më pastaj në kujtesën tënde, në imagjinatën tënde dhe e kish një pasqyrë se parafërsisht si është duk ky njeri i dashur, më i bukuri, më i ëmbël. Prandaj sonte mbyllni syt kështu pak, hapni syt e zemrës dhe ta dëgjojmë me vëmendje si është duk pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kur kësaj thon shemail, do me thënë dukje ose hilje. Në perandorin osmane, hilje i sherif i kanë thënë, kulla e Eifelit, në shtëpiat tona s'ka pas vend më parë. Zbukurim në shtëpi. Që kështu Qabe, Medinja,
Mesxhidi Aksa. Plus edhe ka pas një hilje i sherif. Po thuaj çdo shtëpi atë ka bë me ram, një zbukurim edhe e kanë varë në shtëpi. Një pjesë që këtij hadithi është të ajo hilje. Hilje e vend me përshkujt pamjen e pejgamberit alayhis salam. Në shtëpi që është hilje i sherifi, me lejen e Allahut, hoxho hec frajëm se i xhinet, ja. Hoxho hec na shpëtosëm, se di pse hoxhën e thërin, zjarr fiksin duhet ta thërin. Hec se na u do pasuria, na u do shtëpia, jo. Kanë krisë cevat e çeshmës, çeshmaxhin nuk duhet ta thirrish se përmbysje në shtëpi nuk do ndodhe. Me lejen e Allahut, këtë shtëpiat mund të rrëzohen në tërmet ajo shtëpi do rije e gjallë. Që shifni në për internet, tërmet ka ndodhur në Gaziantep, në Hatay, çka ndodhi në Turqi, tërmet i madh, 700 shtëpia kështu rrend janë rënu, njëra ka mbet gjallë e në 700 qera mapa janë rënu. Pse? Kullën e Eifelit nuk e ka mbajt, hilje i sherifin e ka mbajt, tamam. Pse hoxha mo gjyna? Ja belash, nuk ka gjyna, si dush, nuk e Eifelin, gjithë dush mbaj. Gjithë dush mbaj, ama. Ha? Cili shtetësh e? I çfarë tipave njerëzish e kanë ndërtuat, apo? Që u dalin ta që këta Epstein, gjionë, ato Allah i mallkoft, që i zullum qarës. Dejjala për zgjali. A kur e ke pas, si thujnë dhe ne, sajti ka kibla, ka qabja. Nuk bësha si perverzitet e Allah i narujt. Nese, mos e në të tof ne i themi baksuzirim, mos ja hupim bereqetin me zhlisit, ki dhe jetë një ders shumë i ambël, dhe mundohem vetëm ta lexoj kështu, mos e ndërprej me komentimet e mia, edhe të koncentrohemi mirë, ta vizatojmë në kujtesën tonë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë thënë ulemat, mos që këtij hadithi, po e ngjove me edep, me terbie, ama dhe me një dashni të flakt, një mallëngjim të flakt për pejgamberin, me lejen e Allahut do të dalë edhe në ëndër inshallah. E pejgamberi ka thënë, kush më sheh mua në ëndër së shpejti do më shohin për zgjalli. Ulemat kanë thënë si për zgjalli? Si për zgjalli, nuk jeti sahabi, nuk e jetu në vaktin e ati, para vdekjes, kur dhe cilin ato perde, a do shojsh me lajqe? Me lajqe ndë e shojsh, mund të shojsh edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do me thënë, u hap perdja e botës shpirtnore. E një njeri që në frymën e fundit e sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku dhe e ketë fundin, o xhamat? Ku dhe ketë fundin? Ai për çat ka jetu? Ai për çat ka jetu në frymën e fundit të shpëtoj muslimant? Gajli e ka pasur metin e vet. Sa që edhe në miraç kur u zatek me Allahun kërkoj shefatin e kërkoj, ndërmjetësimin e kërkoj. Prandaj mirë është tash këtë ders inshallah, edhe muaji i Shaban qelloj. Muaji i Shaban thot pejgamberi sallallahu është muaji im. Shpeshtojni salavatet në atë muaj. Dhe kalon me një qitape kompaj dhe hoxhallarët tonë e kanë tregu. Inshallah ta mbajni mend, që një palë të spej ka 99, me vu edhe këtë bojnë 100. 100 herë, kush e lexon këtë salavat, ja edhe një sebeb për me pa pejgamberin alayhi salatu wasalam në ëndër. Allahumme salli ala ruhi sejidina Muhammedin fil arwah, wa salli ala jasadi sejidina Muhammedin fil ajsad, wa salli ala qabri sejidina Muhammedin fil qubur. Njëherë. Që këtë 100 herë bane, beso, salavatësh, mos u frik kur zonë, hoxha bon mungjia, salavat. O Zot, dërgoj salavat shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. O Zot, dërgoj salavat trupit të atij, se trupi ati nuk coptohet. As nuk do kalbet deri në kiamet. Salavat do të të rahmet, bereqet. Trupit të atij, e ku e ka trupin në varr, atër ja Rabbi dërgo salavat, dërgo bereqet, dërgo nur në varrin e atij që e kanë Medinë aty, elhamdulillah. Që vërtet me argumentet sakta dihet vetëm varri pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ku është. Për tjerat ka mendime ama, për te pejgamberi alayhi salatu wasallam gram dyshimi nuk ka. Aty është, fiks aty është. E te që ke shku numre ke kalupi aty, unë e paramendoj çfarë bereqet. Hajde tash fillojmë të imagjinojmë pejgamberin ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Tregon Hazreti Hasan ibn Ali, drejt dhe lexojnë shqip që mos devijoje kështu tema. Hasan ibn Ali radiallahu anhu thot, kush është ky? Nipi i pejgamberit alayhis salatu wasallam. E pyeta dajën tim, që ka emrin Hind ibn Ebi Hale, për përshkrimin
e pamjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai ishte një përshkrues që e dinte hollësisht dhe në detaje ta përshkruaje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kush ka qenë ky person? Ky person ka qenë gjali Hazreti Khatijes, për një martese para pejgamberit alaihi salatu wasallam. Se për qenë daja i Hazreti Hasanit duhet jetë gjali pejgamberit. E nuk o gjali pejgamberit është gjali Hazreti Khatijes. E Haseni kë ka pas nan? Hazreti Hasani? Hazreti Fatimen, apo? Këto duhet t'i di, më që. Gjeu kësdisa me do talebe, këshu. Për izat Allah, jo se me arogancë, këshu, po, se di përgjë pat. Problemi kryesor të talebe ton është, kur vjen elifi, zgjatja, ma, për shembull. Ma pa vejnë shedja, sum teke të bëjnë, për shembull, ve em melledhine, ve em malledhine, ve em malledhine. I thash, për 5 vjetë vish në xhami Beloçk, mbaj e mend mo që këtë ve em melledhine, ataj elifi duhet pejke, mas elifit kur vjen shedja. Thash, kitë pun t'i dini, mbajni mend, e në futbalerve vadini emnat, bile në grave të futbalerve vadini emnat, e në ja futa këtë, thash, haj si e ka një ngruja Ronaldo, s'ma mur mendja, drejt me emën, me mbi emën, prap moja hupin bereqetin me zhlisit, apo? Grues të në gjunupave vadim emnat. Gruja Hazreti Aliut, Hazreti Fatimja. E tash Hazreti Fatimja, nan kë e ka? Hazreti Khatijen. Ronaldo Junior, nan kë e ka? Astaghfirullah, më më qenit bëj këtë muhabet është. Qek, hoxho kropat, se hoxha në kartë misafir, në Zvicër me një xhami bën vazife dhe thot mas tepër mi ka marrë një jetë, ta shoh se çka më çefnin mbas kropave. Çe hoxha. E tash pejgamberi alayhi salatu wasalam martohet me Hazreti Khadijen radhiyallahu anha, lind Hazreti Fatimja. E tash Hazreti Fatimja këtë ka pas vëlla nga nëna. Vëlla nga nëna. E tash gjali Hazreti Fatimes, kush? Hasani, daj, se nënë e vete ka një vëlla. Tamam, tash u bë daj. Tash e kuptuam inshallah. E pyeta dajën tem sa i ditë shumë mirë ta sqaroje hollësisht në detaje, të ma përshkruaje pejgamberin alayhis salatu wasalam, dhe këtë e bona sepse shpresoja që të më përshkruante diçka prej tij e ta lidhi fort zemrën në atë përshkrim. Tash ky Hasani radhiyallahu anhu, ndoshta e ka mbri shumë pak pejgamberin alayhis salatu wasalam. Edhe unë gjyshin teme kom bri shumë pak ka baba. 5-6 vjeçar kom qenë. Dhe tash edhe nësi turbult, ftyra ati fiks nuk më kujtohet. E tash kur ta përshkruan dikush, ajo të freskohet ma mirë dhe të lidhet zemra ma bukur. Tamam, duhet të më lidhet zemra në atë përshkrim. Tamam, dhe ti mbaj mend dhe zemrën taj person. Ta shohish ma pa çfarë nuri vjen. Ai tha, i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte njeri i madhërishëm dhe i nderuar. Do me thamë, kur e shifshim atë, na dukeshte njeri shumë i madh, dhe ashtu ka qenë, jo se i dukeshte. Fytyra e tij shkëlqente si hëna e plot në natën e ndritshme. Ishte më i gjatë se një njeri mesatar, por edhe më i shkurtër se ai njeri që dihet shumë i gjatë. Do me thënë njeri mesatar. Koka e tij ishte e madhe, e mbushur dhe e hishme. Flokët i kishte të valëzuara me dredha të vogla. Nëse ndaheshin vetvetiu në mes, i linte në qatë formë. Për ndryshe nuk i ndante. Shkosh me krahën, jo. Vetë nëse t'ja nda, mirë. Për ndryshe jo. Flokët nuk i kalonin laprat e veshëve, atër kur i linte të gjata. Ngjyra e lëkurës së tij ishte e shëndritshme, ezher i vën trëndafil, vërtet kur i shohësh do njerëz të bukur në fytyrë. Ku kaloj para një dersi më duket kaloj, apo? E ne vendom video, tu than Sulejman Gavoçi, tak fytyra e tij. E në unë këtu e kontrollu videon, si a jemi i vogël ishte aty. Ne ka gyzel, se ka dejgjët eve, ka dejgjët, që në ders daja u përmend. Tamam, folën turqe. Tha, ne ka gyzel, sa i bukur. Fëmija 3 vjeçare kuptoj. Fytyra ketë nur, dhe sidomos kur fillojnë më edhe pak, të bëhen si të
kuqe apo të pemta faqet, jep një ngjyrë trëndafili, ngjyrë roze. Thonë, e ne shkëlqen fytyra, e ne çatë bëhet pak i pemt. Hoxha im çashtu ka qenë, po që edhe pejgamberi alayhis salatu wasallam, ezherul lawn, ezher. Si lule ka qenë. Ballin e kishte të gjerë, vetullat i kishte të harkuara, të plota dhe të shtruara shumë bukur, por nuk bashkoheshin mes veti. Tash këto së një bësh me zor të synete. Tamam. Këto janë, Allahu si të ka falë. Ajde, shtej të shkoj t'i ndreqi vetlat, t'i bëj, jo. Parashtrohet pyetja, këto në mes, a mund t'i marrim? A mund t'i marrim këto vetla në mes? Nuk mund t'i marrim. Allahu si të ka falë qashtu. Derisa nuk të pengon ta shohësh rrugën, ti kish shumë. Te gratë ka një përjashtim helbete mo nëse ftofet burri shumë. Edhe thot, mos flasim shumë se ma pa shumë shumë krope do duhet me bo. Atër ka një përjashtim te femrat se zakonisht to vendet nuk duhet me pasqime, po ka prishjet hormoneve, ushqimeve, zdim, çka pim, edhe dalin. Për gratë lejohet, ama ne burrat s'ka, kujtim bash, a ke gjetë grue, u sos punë. Atër hoxho ne të pamartamit, po që s'ki e shqi rajt, traku. Mashkrit nuk i lejon këto gjëra, këto ndërhyrje. Mirë. Mes tyre, do me thënë, mes dy vetullave, kishte një damar që fryhej kur nervozoheshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do me thënë, është nervozu dhe njeraj. Kur është nervozu? Thot në komentime, kur shkileshte urdhri Allahu xhelle xhelal. Ndryshe për asgjë tjetër. Hunda e tij ishte shumë elegante, e ngritur pak lart dhe sipër. Dalloi një nur që e mbulonte atë dritë. Thënë, e ka kaplu hundën e vet një dritë, një nur. Dhe këtë konceptin e nurit vetëm ne musliman që i besojmë këtyne gjërave mund të kuptojmë. E shohish Afrikan, i zi, e keni pa qatë video, shkon duke turkësh ai me mikrofonin që e udhnave, i zatek në rrugë një dy Afrikan të lezu Kuran. E ndoshta gjinafi s'ka pas njerë musliman të bardh, e mendon se është një okupator, dë një piq asaj kullës parës që e përmenda. E ne shikon shtrembët, ama vazhdon të lezoj Kuranin, ki turki kur ja ban, Sadek Allahu l'azim, ki çuditet ki qiu. Sadek Allahu l'azim, në përqafon. Janë për videove të ralla që tash me lëshon me njerë shpërthej me lot. Aq nur i madh për hapet në atë video, në atë moment që ka ndodhur. Shife sa nur ka. Afrikan apo? N'Golo Kante. Afrikan apo? Ama nur. Sa nuk o ngjyra e bardhë. Nur. Tash edhe në hundën e pejgamberit alayhis salam ka pas një nur të veçantë që e kam blu. Ai që nuk e shikonte me vëmendje pejgamberin alayhis salatu wasalam, di dukesh se sikur e ka hundën e nalt. Jo, veç kështu pak të ngritur e ka pas. Mjekrën e kishte të dendur, të madhe, dhe pe këtu del se është sunet i fort. Shif kjo del, apo? Si kanë thonë, pse lëshush mjekrën, ai ka thonë, po vetë del, s'kom që t'i vaj, apo? Është një sunet shumë i rahatshëm dhe shumë i kollajshëm. Hiç mos prek kur gjo vet aktivizohet ai sunet. Sunet e qera duhet bësh alarm, zgjohesh namaz nate, ku e dit agjërojsh nafile 12 orë pa buk, kët mos prek kur gjo vet rritet. E ma pa kur bëhet një grusht, sipas mezhebit Hanefi, atëherë duhet me ndal. Ndër një grusht bëhet bidat sipas mezhebit ton dhe nuk është e lejuar. Tamam. Vazhdojmë. Syti kishte të mëdhaja dhe të zeza, faqet e buta dhe të lëmuara. Do me thënë, e ka përqafu dënjerë ky pejgamberin e Islam. Ku dhe dish e ka faqet e buta pa e prek. Hoxhën tem Kemal Efendin, sa herë, si pambuk mjekrën, bile me kast i afrosh edhe pak që na prekin moza, që shkutja, faqet. 90 vjet, faqet më të buta dhe më të rafshta se unë. Gojen e kishte të gjërë, dhëmbët e përparme ishin të bardha dhe të ndara pak që këtu mes njëra tjetrës. Mes gjoksit dhe kërthizës kishte një vi të hollë të qimeve që i zbrisnin si një vi e drejt deri te kërthiza. A tham, po. Qafa e ti ishte si kur qafa e një, tash kur e përkthym kështu bukfalisht, dul statuj, do me thënë diçka si përmendore që e kanë ndërtu kështu me kujdes të madh, prej argjendi, dhe ishte shumë e pastër dhe shumë e bukur.
E piktu më keq kuptohet, sikur ne musliman mund bëjmë statuja, apo. Mirë po, para mendoni këto që japin shumë rëndësi. Këtyne një statuj pi altani ose argjendi sa të pastër dhe kish mbajt, e sa shumë dëshkëlqente kur di bjere drita e diellit. Qashtu edhe pejgamberi alayhis salatu vesselam, qafën e ka pas shumë të ndritshme, shumë të bardhë, dhe mund ta shihni, hoxhallarët e ehli sunnetit zakonisht kështu e kanë qafën. Qafa e tij ishte sikur që këtë lexum. Trupin e kishte të rregullt, të plot dhe të lidhur mirë. Ne në tetofe përdorim këtë, i lidhët, nuk o i zgjidhët, apo më falni që e them, i splavejtët themi. Kur ka hec alis i lidhur. Sa njëri muskulos, mashkull, perfekt. Tash, hajde ne hoxhallarët. Barku dhe gjoksi i tij ishin në të njëjtin nivel. Kravat, po që s'ka përdor pejgamberi, po në të kish përdor, në thoi za hasha, estakfirullah, vidërejt. Neve kur ulemi, tak. Këmisha, ato vijat e bukra, e ke ble që me vija, kur ulesh, prishet diçka, niveli i vijave, prishet. Mirë. Gjoksi i ti ishte i gjërë, tham, supet i kishte po ashtu të gjëra, eshtrat i kishte të mëdha dhe të forta, kur e shihje ndonjëherë pa këmish, trupi i ti shëndriste. Zakonisht në umre, apo në haqë, kur veshe njerëzit me ihram, mund të shifni atër vërtet lëkura, e atin e hoxhallarve, sa e pastër është edhe sa shëndrit. Prej fytit e deri në kërthis, kishte një vi të qimeve, që i zbrisnin si vi e hollë, gjoksi dhe pjesa tjetër e barkut ishin pa qime. Do me thënë nuk ka qenë kështu ne si i themin tetovar që lesha tok, shumë qime. Po hoxha unë e jom, që të bëjmë betë, tash ADN-ja, gjeni është. Atëra ti marë hoxha, shif, dalin shumë çështjet fiku, këto e kuptum se s'mund me i prek, e qimet e trupit, edhe ato nuk duhet me i prek. Ama hoxha më pengojnë gjersoj shumë, tamam. Cila qime mund t'i prekim, di. Ndër sqetull, të organet intime, edhe flokët mubah, si dush i shkurtojsh, si dush i zgjasish, si pas pejgamberit alayhis salatu. A harova dëni se? No. Sqetullat edhe, tamam. Mjekrën? Mjekrën e madhe, kisha po. Në këtë vakët gjema, vetëm mos i bjerni me zhilet mjekrës, halal e kini. Unë e vabëj halal. Pejgamberin alayhis salam, unë u fuga shumë këshu, po e di, rrethanat janë të rrezikshme të vështira. Ama, vetëm hikni zhiletit, se ajo do thot mo me krujt me shkulp i vendi. E kjo është e ndaluar. Pejgamberi, më thënë, direkt bie ndesh me urdhrin e pejgamberit alayhis salatu. Shkurtoni mustaqet, lishoni mjekrën. Ai lëshimi, te kur i biesh në zhilet, nuk e lash as frym të marrë mjekrën. Po ka edhe do sebepe qera, illet e qera, unë ato nuk dhe i flas këtë vakët të fitneve. Ama ja, për rizan Allahut të flas, për të mirën të i flas. Mos hym në varr me Wilkinson, me zhilet, me bic, qëtër thuet dhe një film qëtër. Ha? A të thash me zhilet. Qëtër gjikon. Të i zhilet e me ore si alet, apo? Bric, to. Të hym me sunnetin e pejgamberit alayhis salatu vesselam. Minimum duhet me pas pak doqime. Ju lutemi në piksaj, e di se nuk preket askush, që mi ngjon derset moqe sa vjet. Mirë. Ndërsa në krah, këtu, në supe, dhe pjesën e sipër me të kraharorit, kishte pak qime. Krahati kishte të gjata, shuplakat e duarve kishte gjëra. Shputat dhe duart i kishte të forta, por jo të ashpra. Gishta të gjata dhe të drejta, edhe të këmbës, do me thënë. Muskujt i kishte të zgjatur e të hollë, do me thënë për këtu del se fitness, kur i bësh çkash muskujt, nuk i ngjajsh në fizionomi pejgamberit alayhis salatu vesselam. Muslimani duhet rahat ta pijet çajin e kafe. Se di, për këtë çështjen e fitnessit, mubah duhet jetë se miresh me sport, derisa nuk e dëmton shëndetin.
ama unë e njoh djem të ri, se unë jo marr pak me sport, po shqyqyr Allahut nuk I kisha këto, edin. Përdorsha si një njeri që më duhet vetëm për atë sport që miresha. Ama I shifsha aty moshatar, shok, shkojshim dhe mbas dim u jem fal një shprehje xhamat dilshin të dundur. U dundshin. Sam pa trener, pa një njeri që t'ia mësoj si duhet ushtroje, shkonte vetëm boje foto në dale para pasqyres, ne I zgjedhshim pasqyret ku ka më shumë drita kështu si reflektora, se ato mapat I kallëzojshin kit muskëj çu kocka. En ta boja atë foto profilin Facebook. Për këtë kur e bëjshin, a dini gjë u dundshin. Tamam. A e kuptojni hoxha këtë fjalë? Si t'ja përshkruajmë? Kur si bruh, do me thënë kur mbajsh peshë rënd, vendet intime mashkullore ndodh një dëmtim, ku e di, një lëndim. Hajde, një se ndodh, po. Dhe mapa me operim ato duhet edhe njerë me I rregullu. Qa jo, zar, kërë si I thush. Tasha e kuptut ma mirë? Këtë s'do e harrojnë asnjëherë. Hoxha, mobe mojnë këto tema. Sa mirë dhe imagjinoesha pejgamberin alayhis salam, ku e çite tema. Stakfirullah el azim. Stakfirullah. Do me thënë muskujt I kishte të zgjatur, mirë po të holla, shputat e këmbëve kishte të holla, themrat I kishte të ngritura, do me thënë, si I themin e distaban nuk ka qenë. Kamën e ka pashu elegante, din? Pjesët e gishtave poshtë, mapa një shprastir, e mapa vajnë themra. Dhe nuk kishte rrudha në këmbë. Unë e pitash këtë rrudha. Ato venet, ato damarët më janë bo morë, si kur kanë plas aty, janë fryë që kështu. Se di thunë se është, se ri shumë në kam. Për asaj ndodhka. Uji, kur laheshte, I rëshqiste let nga trupi I tij. Nëse prekte trupin e tij, rrithte ish pa undal, si kur nuk kish as një penges. Hapat I hidhte me qëndrueshmëri dhe ecjen e kishte të qetë dhe serios, ecte me dinjitet. E kuptojshe se ky është një njeri I madh vetëm me të ecur. Shumë kujdes duhet me patë, xhamat. Fëmijët neve na marrin shembull, gjali jot, vajza jot. Si të lirohen a udhnave kështu. Duhet pak I. Oni boxhon nuk kam asnjë far tipari, asnjë far cilësi, asnjë far pozite. Pozit më të madh jom baba I që këti e vlati. Ai don të shohë ty. E mapa tej nuk kje kujdes, unë s'kam kujdes, e na I s'ka kujdes. E mapa një shoshni që s'ka kujdes. Nuk dim të ecim udhnave xhamat. Vallai nuk dim të ecim udhnave. Njeri del me gruan. Gruaja friket vet dale. Sidomos do vende lokale, kafiqa që. Duhet detyrohet hece o koll, po mo kaloje për aty, se s'dim të hecim, apo s'dim të rim në rrugë, s'dim të japim hakun rrugës. Hapat e tij ishin të gjata dhe të matura. Kur ecte, duke si ku zbriste nga një shpat I pjerët, thani bëjte hapat e forta. Kur kthehej për të parë nga dikushi, do me thënë nga zjareti, ka shku dike ka zjarë, kthehej me anfal. Kur kthej për ta pa dikushi jo, gabime kena përkthyer. Kur kthehej, do me thënë, për me pa dikë. Shif, për të parë ne I themi me shku me bo zjaret. Kur kthej për me pa dikë, kthej me gjithë trupin, jo vetëm me kokë. Ulemat kanë thënë, jo si zoq, të e keni pas zoq, sa shpejt e këtin krejnë të ka. E në atë qafën e kanë interesant, kështu, u shkon 180 shka. Do me thënë, neve, Sunnetin e pejgamberit dhe e zbatojmë. Thiri dhe kushi, me gjithë trup, urna. Ajde të thosë ata zonë qafa, të thuj padin, mohin shumë detaj, jo sunneti pejgamberit. A ben taj moj e bot që shit huba bahu dhe të thosë, lene. Mos hyn detaj. Shikimin e mbante të ullur me përullësi. Shikimi I tij drejt tokës ishte më I gjatë se sa shikimi drejt qiellit. Se kjo është një shenjë modestie apo. Ma shpesh rinte në mendime, se njeriu që është në mendime, rinë që këshu për të posh. E pejgamberi alayhis salatu vesselam gjithnjë në për mendime, I zhytur thellë që të vinë tash do përshkrimet të tij. Shumica e shikimeve të tij ishin vështrime të shkurta, do me thënë me shiku këshu thellë diçka. Tamam. Të shpejta e të mençura, do me thënë me vëmendje dhe pa u zgjatur. Pse të shkurta? Do me thënë tak, me njerë, aha, e kuptova.
Ai qetëri një sahat dallëdise, ta dish se ai ty të shikon, ama menti ka dikun tjetër. Njeri i mençur, ai që është aty me mend, i koncentruar, të vështron njerë, shkurt, thellë, kësha me basiret, tamam me kuptuar. Këtë mund neve me mësim që jemi marrë, pak e kuptojmë, apo. I ke fëmijët këtu, apo xhemat, apo talebe, s'ka lidhje. E në tash jas qarrysh, mas elifit, kur vjen shet dhe ja, elifi pejkën lexohet me e, o men ledhine, ai që e kupton me njerë, tamam, e ne, vallaj pisyve diktoja ka kuptuar. Ka do e vesh, po, ja bëjna se ka kuptu, a ka do qerë që ashtu gjatë qëllin, menti ka te, PUBG-a gjithë lujen shpej, gjika qëtër Fortnite, qëtër gjika, kitë që këto loja, no, ka të më ofendose në ne e kina lujtë, këto generatat e reja t'i prekim. Do me thanë, shif, qëfar mësime është dalin, thanë, shikimet shpejta, thellajnë e të menqura. Tak, e kuptova unë këtë mesele. A jeste pas shokëve të ti, do me thani, i lishon të shokët, sahabat njerë për para, pa u vequar, pa u daluar, a i dale i pari. Dhe çdo njeri që e takonte, pejgamberi ishte i pari që i jepte selam atij. E këtu ulemat kanë fol pak. Kjo është vërtet kulmi i modestisë që mund ta ketë një njeri. E vallai xhamatën e një fëmijë 7 vjeçar, se ne kishim thënë selamun aleikum, pres ai njerë të më japë selam apo. Apo këto rrethana sot, kujt di japë selam? Kujt di japë selam? Nxanës e kam pas. Çka këtë mosh, 7-8. Ai ndoshta hala më don mua. Ama ndodhem në një furr buke. Se në unë e ha buk. E na i ha buk. E ne e pash loçkën, e ne prestash. A dëm fole ajo. Stash sëm pam pas ka lidhje, thash haj unë të kthem ti foli, si e be loçka e mirë. Mirë, e në veç kur dhe kape nëna vetë për dore. Thash se dë një qen i ka fola, po. Thot njeri se dë një derë, dë një guce sulmoj, dë një kafshë e egër. E në i thash grues të mishte aty pritte. Thash shef e ki pine e sërmon gjamoj nuk dë vaj. Do me thonë, e ka dërgu në gjami gjallin e vetë, nuk e din qëfar hoxhe ka. Qëfar hoxhe ka, be gjemat? Ku e di? Nuk ka dhe një kush e di qëfar hoxhe. Këtë hoxhe ka, ama që, me ndonë se pa legji. Vallaj nuk u gëzova. Kime do shok të vetë dulen lajme për drogë. Shte ta marish në nën e vetë, heste ka. Hajde shte shpëtoj gjallë. Nuk do të thotë se të kish, mos e kish bëha gjesë. Nuk e di, mama. Që si përfundojnë mapa. Po, do me thëmë, pejgamberi a.s. kur ka hy dhe kundi, i ka lishu njerë shokët urnoni ju, apo në udhëtime, gjitho ka ndeti i fundi që ta ruje dhe më të doptin, do një plak, do një fmi, helbet po i sulmon, do një kafsh, subhanallah, si baba për ymetin, si baba për ymetin. Po është edhe një synneti pejgamberit, është hece fiks në mes, mo diktohet hiq. Hyni një 3-4 veta në të restorant, ma pa hoxha, hyni ju 3 qerët, ma pa hyni. E në i fundit sa në hyun, tash nuk jo mësu si juve. A te bona me fmi që i qova në mbëltore, apo hajde, kësh, brata ta gjaskëlej, se një bëjmë ashtu, apo. E tash dhe i matim, rrethanat, si mund të na keq kuptojnë, apo mos na keq kuptojnë njerëzit, mirë po, jo i pari dalë, nuk o mbare këto, mo dal para hoxhës, në xhami mo dil para hoxhës. Në restorant dil mblojës e mbare o hoxha, dhe thujnë hoxha vajca nuk i bo buk shpej, apo. Ose kur në thirni, apo, hoxha ka në shami unët, i pari me njerë hyni. Jo është. Hoxha duhet pak ma mbas të rije. Ate ne si është, hoxha ta i hes, neve na kije mbas. Kjo në gjdo aspekt mund të krasojsh të shab. Hoxha e të neve na kije mbas. Ta ma mbe mbas, ama. Hoxha u desht rije ma mbas. Nësi ka ndot në srutin hoxhës, vaktin e Timurit. Timuri zullum qarë, e në për ti bo zullum këtyne, muslimanve, e na i ka qenë musliman, po që pak, që i bërli zullum qarë. Valishon në përfusha elefantat e ti, katundarët, trosh ka punët, kitat bereqetat mahsul, e hupin.
E ne shkojmë te hoxha, hajde bonu arraxhitit, shkojmë ta bindim Timurin se ki zullum i madh apo. Lun me bukën tonë. A shkojmë. Hestaj hoxha, neve na kiem bas. E ne hesën hoxha. Kur mbrin agje, kthehet mbas, askushi. E ne del Timuri, urno hoxha efendi, thot jemi shumë të kënaqur si katund, nuk na mbrin 2 elefanta, na lëshoj edhe një 2 qera se katundarët ashtu desh. Çfarë u si ta lash hoxha? Do me thanë, këdo që e takonte qofte dhe fëmijë, i pari i selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe është kjo pyetje provimi, pyetje testi. Cili sunnet është më sevap se farzit? Pik pyetje. Tamam, pyetje për 1 milion. Cili sunnet është më sevap se farzi? I vetmi sunnet që është më sevap se farzi është me dhanë selam i pari, se ai ma pa të ta kthejë selamin e ka farz. Ai i pari që jep selam hyn më shumë sevap se ai që e kthen selamin. Ai i pari e ka bëvë sunnetin, ai i dyti që e ktheu e bani farzin. Dhe i vetmi sunnet që është më sevap se farzi është selami. Selami, ku shkoj? Selami. Ti bësh selami. Vazhdon tash Hazreti Hasan i thot, unë i thash dajës tim, më përshkruaj të folurin e tij, mantiq, si ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, ai ishte gjithnjë i zhytur në mendime. Dhe çdo e reshifshim se është kështu apo i zymt apo huzan, si vajte huzan, i mërzitur, tamam, i mërzitur. Dhe këtë para disa derseve e sqaruam, do me thani mërzitur për çështjet e ahiretit, gjithë ndodhe me këtë ummet, gjithë ndodhe me musliman ton, se për çështjet e dynjas asnjëherë pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk ja ka varr veshin. Ai asnjëherë nuk rinte rahat, nuk fliste pa nevojë, qëndronte i heshtur gjatë, ja Rabbi na bëj nasib që këtë cilësi ta kemi edhe ne. Shkojmë në misafirlek, hajde hoxho fol, mo bese si të folim nuk do ndalën, mos unë du t'jem njeri pak me i heshtur, me i urtur. E ndo me zhlise e kom zbatu këtë mapa, milet jonë me gjema dush bërë si pejgamberi prap dalish bërshli. A be zdika ki kurqa nuk foli hiç. Unë flas të premteve këtu o loqë, pra njerëzve që dun të ngjojnë me zor të ashtu ne, bëj njeri ngjoja, në pjekjet tona, se din, Kosovë i lavdrojnë do katunde. Aty e merr fjalën hoxha apo plaku, mo lëvizje s'ka. Edhe ai që të hyje ma vonë, as kushi nuk do të çohet ta përshëndese. Drejt dhe e gjeje një vend dhe ulet edhe dhe vazhdoj biseda. Të në s'ka, sa ulesh, Allah i maghfiret rahmetlin, qashtu Allah i ka thanë, e ne, qilet dera. A i bije lokumat, qikolatat, taj hoxho fol, po të gjithu duka unë ta. Duhet muhatab, duhet dhe kushi të më shikojnë sy pa të flas. Prandaj duhet me qenë i heshtur, qëndron të gjatë i heshtur. Gojën e hapte asë sa që duhet, do me thamë për me fol. Qoftë në fillim, qoftë në fund të fjalimit, tash këtu ambajmë neve ders, ma pa do bëjmë muhabet. Ka fillim ai muhabet dhe ka mbarim ai muhabet. Dhe flasis qatë sa duhet, shkurt dhe qartë. Që fliste shkurt, qartë, me shumë kuptime të thella, ishte i but në të shprehur, jo i vrasht, nuk nënçmonte dhe nuk lëndonte asnjë njeri, mirë po edhe nuk ishte vetë njeri i nënçmuar, nuk e lite dhe kushi të nënçmuar. Tamam, ne që këtu pak e hu. Ose nënçmojmë, ose e lëmë të në thujnë budal, nuk. Tamam, për qatë, mirë është, a jemi të sinqert me njëni tjetrin, do njerë e kemi lëndu njëni tjetrin, po tash të pengoj ty ajo fjala ime. Lirish be thujmë, hoxho, a ka mund ca e njerë atë shtos më e bësh se unë prekem, usës punë. Tamam. Musliman neve jemi, duhet miremi vesh. S'jam pejgamber, as ti si je pejgamber, s'jemi musliman të përsosëm, di kërkojmë falje Allahut herën tjetër mos e përsëris këta. Mirë. Fliste shkurt dhe qartë. Molla Ayul Qari thot, me qenë edhe një fëmijë aty dhe kuptonte. Mahmud Efendia hoxha im ashtu ka thënë. Këto derse unë i mbaj për nivelin e fëmijëve 5 vjeçar, se frekem kur dal botën tjetër, mos i thujni Allahut ki Mahmudi neve nuk na sqaroi dinin si duhet. Ja Rabbi na jep edhe neve atë qartësinë të shprehur.
na jep në atë moment, atë kur Zaklaviç dish si ta sqarrojsh, ja Rabi, çat moment na bëj ilham ta themi fjalën më të qartë dhe më ndikuese. Hiç mos shkojmë në për muhabete ontologjike, fontologjike, kontologjike. Jo. Po na hiqë të një shkrojnë dhe bojnë arrizile. S'ka. Ajde ato hoxhallar që i përmendin këto fjalë nuk i nënçmoj astaghfirullah. Po secali kullun ya'malu ala shakilati. Çdo kush vepron me metodologjinë e vete, metodologjia. Po shifim prap na hiqë. Do me thënë me shakilen, me sheklin, me formën e vete. Nimetet e Allahut i zmadhonte në sy qofshin edhe shumë të pakta që na kanë kalu. Sa pak ka hëngër pejgamberi, ama atë ka qyt diçka nimet shumë i madh. A neve çka thojmë, a me kët? Sa herë ka ndodhur fesate në shtëpi. Gjithë ditë në punë, 12 saat s'kom shkel në shtëpi, a me çkët? E na jo thot, tejbe burr çaç ke pranë pazar. Dhe asnjëherë nuk i e kënaqur tejbe më. Tejbe më. Wow. Nuk e nënçmon të asnjë haje, asnjë pije. Dhe për këto nuk i qorton të njerëzit. Se ma ke pru këtë, se ma ke qitë këtë. Qetësoj vetëm kur fiton të haku, drejtësia. Nuk nervozoj për çështjet nefsit personale dhe kur nuk hakmerej për ato punë. Ah, ja, duhet e ne pak me punu, me gëlltit që këtë. Për çështjet personale të mijat, hajde, mduket e ne pak jo më gjendje, e ne pak si të punoj, mund t'ja bëj kitë halal, kitëve. Shumë vetave va kom bëjt, s'ka problem. Ama më boje vakit preket e a i gjedu ma shumë se vitia. Kushoj? Ta shumë pejgamber po se po, e stakfirullaj, pejgamberin me prek, Allah i dhe shkatroje. Mo preke në familje. Mo preket a i vogli dhe kushi. Kom thonë që ja dhe thonë para i gjematit. Kom vendos. 5% e asaj unë që e kam vujt për t'u bo hoqë. A ti me ja shkaktu dhe kush i atë problem, valla jo më gjendet bëjqmos. Pitash, ndoshta atër dikem 50 e kusur vjetë, dhe qetësojmë dhe më vajmë bare që ja kam thënë këtë lavë, dhe thëmë, callishtë, ja që farë film e shkapa. Ama tash, themi, do në dale imam, për shemë. Hoxë, mobe se quet callë, pro, kum shile gjojnë gjaljem, do në po. Sfali. Këtë e thonë për shaka, kështë. Ama, muhabetet që janë bë për mund, të tofë, në lagje, ma kanë ndërtu mu për Stamboll shtëpin, e ne di unë e merë, emna mbjem në i di këto njërës, më kanë që mu pare për Turqie, ta bëj një katë të shtëpis, oti, mobe se kitë neve njifemi, stakfurullah, nëse një katë zë kishte fuqia jemi, prindi jem të boje, jazaj ki kofte në ati, e në gjyshit tem, e në stë gjyshit tem, gjina 500 vjetë që këtë të tofë. Një katë ma kanë pagujt për Turqie, stakfurullah. Vime të shatre, a kom qif dhe një Stamboll, e kanë vajsh këtë. Njani, folni. Ama njënën për këtyne ati të voglit. Vallahi, kumbetëm, nuk hakmere, do me thëmë për çështjet personale nuk hakmere. Kur të regon të diçka i përdor të duart, kur habite i për diçka, i hap të duart ka qeli. Atja kishim pa që ato gjeste, jara. Allahumme salli ala sejna Muhammed. Lëvizjet e duarve i bënte bashk me fjalimin apo me dersin që e mbante. Ja Rabi na bëj nasip, ama neve pak si tepër me ato, se di. Gishtin tregues e dorës së gjathë e ngulte në shuplakën e dorës së majtë ku tregonte diçka. Që kështu. Kur nervozoj me dikë, largoj për aty pa u fjalosur. Hiç nuk hinte. Taj, mu, gji, si, drejt largoheshte për atë. Kur gëzoheshte, i mbylleshin syt nga gëzimi. E që fotografi që i vëndum dersin e kaluar, Kemal Efendia, Mahmud Efendia, o gjullar të mi, ana shifshin neve, drejt ajo busqeshja, aqe sinqert, aqe bukur ishte, drejt mbylleshin sytë. E qeshura e ti ishte zakonisht busqeshje dhe dhëmbët i shkëlqenin si kokrat e breshrit kur bien në tokë. Hasani radiallahu anhu tha, që këtë përshkrim që e dëgjova nga daja im, një kohë të gjatë e fsheha nga vllau jem Huseini. Sa ishte ma i vogël se unë. Ma pa u rrit mas një kohë.
Kur thash unë si vlla më i madh, si bac, t'ja tregoj për shkrimin e pejgamberit, e kuptova që ai më pas ka kaluar mua, sepse e kish pyetur babain e tij, domethënë babain ton, Hazreti Aliun, radhiyallahu an, aq në detaje, madje jo vetëm për shkrimin fizik, po edhe si ka jetu, si ka hy, si ka dal nga shtëpia, nuk kish lan asgjë pa pyetur. E tash e merr fjalën Hazreti Huseini, çat që thash i ka kombinu disa transmetime ky dietar i madh. E në një 10 minuta në inshallah do ta mbarojmë. Huseini radhiyallahu anhu thotë, pyeta babain se si hynte në shtëpi pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ai tha, u than Hazreti Aliu tash flet. Allahu ja ka lejuar atij të hyjë, do me thënë të kaloj kohë në shtëpinë e tij. Ani se ish pejgamber. Nuk do thot 24 orë trije për jashtë. Mirë po, ai e ndante kohën në 3 pjesë. Kjo kaloi para disa derseve. Një pjesë për Allahun. Sa dhe në vakët ishte ajo, teket? Bravo, mashallah. Gëzohem shumë për faktit kur e mban mend xhamati dersit. Ma gjej mbajnë ment edhe për 2018-ve, 2019-ve që vallaj kom harru këshu iq, as pak idenë se kom se unë i kom thënë ato fjallë. Ama thujnë hoxhë te ke thënë me një ders. Elhamdulillah, ndikoj ka. Ama zakonisht këto bojnë këtë shembujve që i marim nga jetët tonë. Qashtu për pejgamberin mbajnë i mend. Shembujt e besimit vinë shkojnë paliti. Një pjesë për Allahun, një pjesë për familjen dhe një pjesë për vete. Për këtë pjesë për vete që e kish, pastaj e ndau në gjysmë edhe atë, duke e ndarë gjysmën e asaj prapë për njerëzit, si shokët e tij më të dalluar dhe muslimanët e tjerë në përgjithësi. Nuk kursente asgjë, as dije, as pasuri nga muslimanët. Urnoni, këtu jam, çka duhet, me njerë. Një nga shembujt e sjelljeve të tij ishte se i jepte përparësi njerëzve me vlerë dhe pozitë. Dhe kjo nuk o gabim. Tamam. Atë kohë njeriu me vlerë ka qenë musliman shumë i mirë. Njeriu me pozitë, tamam, nuk është musliman, ama popullatën e vet ai ka një reputacion. Te kur dhe sillesh mirë me atë, muamelatin kur dhe mbajsh bukur me atë, mileti i atij të paktën nuk do të urrejë ty, derisa nuk o ki zullumqar, apo nëse o zullumqar, dresht më akum xhenem e pafshim, amin. Ama e shohish be, s'ka zarar, e po as mos e lavdro më, i thuj për në xhenet se ndoshta nuk o musliman. Ama mbajni respekt mirë. Të paktën nuk do e kesh dyshman atë tjetrin. Kjo sot vlen shumë për neve musliman, o loçka musliman jemi. Disa kategori janë që vërtet nuk e meritojnë as selam me udhën. Ama shumica te çiktin e hoxhallarëve që son miremi vesh. Edhe deri në kıyamet s'ndo miremi vesh. Hanefia namazet nuk i bashkon be loçk. Ki thot Hanefi i bashkoj. Tamam be, hajt. Gabim është. Gabim trashanik është. Ama respekt hatri se ai ka ndjeksa. Sa ti kiesh kitë armiq ato, as njerë së ndëkthejnë mapat e ti, ta mbajmë një respekt. Ama jo edhe të vahapim xhamia të bujrun ju këtu imam. Se ai që e bashkon drekën me i qindin, ai edhe mbaj çorap merr abdes, e në taj mapa do e shofish, do të vejmë bare ti thush hoxha, sa i mund të mapa ty të ngreje plastë të boje me dienin që e ka, se Allah ka. Unë nuk u thom aty në xahila, ato studiojnë. Xahila nuk u kom thënë nas një det. Xahila u thon këtyn në YouTube, internet, TikTok gjim. Hoxhallarët nuk mund të i themi xahila. Për çat ju mos folni asnjëherë. Ai bon kis bon, nuk e dish. Tamam, neve do e mbajmë as sjelljen tonë. Të paktën më hyj armiqësia, ajo ftohtësia. Ma do vërtet mo e kanë te i kalu këtë mundësinë e respektit e në thojemnin muhabetit me u ndal një kafe me epi. Se bëjnë beter munafikëve. Beter munafikëve bëjnë. Tamam, parimet ndryshe, qetër fe keni mësuar. Qetër fe kur thom jo din. Qetër forme, qetër metodologjie. Ta ja tonden unë këtë temen. A më unë e ty nuk të thom shia, te pse më thush Irani. E ne mashtrojsh profesorin tem. Gjina profesori, gjina, e din, landën e vete. E në tash më qollon mu, gjim njef 20 vjetë, ama ku e di mu më thamë për ty e ashtu e kështu e. Gjikom lidhje me Iranin unë. Vallaj, billaj, ma shumë Iranin e urej sa këto qerët. Këto qerët nuk i urej, me këto veç larkë qofshim, ama dëshef në mbotën qetë.
Akidja më e rrezikshme është akidja e Iranit. Tamam. E ne nuk mund të kiem as një pikë të përbashkët me ato. Këto qitape të vjetra që këto mbas mezhebi Hanefi, tamam. Me këto që ngjesin namaze, tekbire ndryshe me ato kemi 90% pikat përbashkëta. E na I vdes për sunetin e pejgamberit, e në unë vdes për sunetin e pejgamberit. Aman, a I 10% I bëhet dallimi, unë vdesen për Ebu Hanife, a I nuk vdes për Ebu Hanife. Që këta? Sa I mapa mu më thot, hoxha po fundi tha une e du ma shumë hadithin e pejgamberit se Ebu Hanife. Do me thënë, të I besoj se Ebu Hanife ka fajt kot, nuk e ka ndjek sunetin e pejgamberit. Nese, do me thënë, respekt duhet me mbajt, nuk armitsi, tamam? Sa I është një njeri që ka ndjeksa, ka një rreth të veti, hatri asaj. Ama kur e përhap shumë bidatin, jo. Nejse. Po, ndarjen e kohës mes tyre, ndarjen e kohës mes tyre njerëzve e bëjte sipas vlerës dhe virtyteve që e kishin. Disa prej tyre kishin një hall, disa 2 e disa më shumë halle. Ai pa ndërprer mundohej për muslimanët. Interesoi për nevojat e tyre dhe u mësonte gjërat e duhura. Gjërat e duhura duhet me mëson. Nuk besimi a ka lidhje me Iranin apo jo, se kjo vallaj në botën tjetër së ndëshpëtojsh pa ta bëj halal. Vallaj, billaj, tallaj që këtë ta bëj halal. Shef, kejt qerat, thuj, ka vjedh, e në aty mund të prekem, ama mund ndoshta ta bëj halal nesër. Ndin me shpifje, vallaj s'va bëj halal. Vallaj, billaj, tallaj s'va bëj halal. Mbajnë amen që këtë. Dëshifemi në botën tjetër. Dëshifemi në botën tjetër. Një njeri që e lexon mezhebin Hanefi, ai më foliremi shumë, ama. Një njeri që lexon do librat mezhebit Hanefi, ti thush me Iranin ka lidhje. Dëshifemi në botën tjetër kush me kë ka lidhje. Ai thoshte, ju që jeni të pranishëm, sahabe u thoshte, ju që jeni të pranishëm, përcillni mësimet edhe të ata qerët që s'janë të pranishëm, gaib. Dhe këtu kanë folur ulemat, kanë thënë ata të pranishmit janë sahabët që kanë qenë në për mezhlise e ndema private. Ato që s'janë të pranishëm kanë qenë sahabë që shpesh nuk kanë marrë pjesë në ato mezhlise private. Thonë me sahabëve pejgamberi alayhis salam ka bërë klasifikime. Derset që ja ka kallëzue Ebu Bekrit nuk ja ka kallëzue dhe ati qetrit që I ka pas 13 vjet. Që e ka pa një herë në vjet. Apo, ato që janë të pranishëm, do me thënë vaktin tem, këtu hynën ta gjithë sahabët, letja përcjellin atyne që s'dëmbrin mua, pra tabiinve, se ndoshta do dalë dhe kushi ma mirë që dhe I kuptoje këto, edhe dhe hece qashtu dini. A ndodhi qashtu? Fiks qashtu ndodhi. Muhammed ibn Sirin jetun këtë dinja. Tabini math, ja. Ebu Hanifet jetun. Tabiin, edhe te bu tabiin. Mirë. Dhe thoshte pejgamberi, Allahu ja forcoft këmbët në ditën e gjykimit, ati që ja përcjell sultanit, mbretit, ati që ka fuqi, nevojat e tjerëve, që nuk kanë mundësi t'ja përcjellin atje. Në mezhlisin e tij zakonisht fliteshin këto çështje serioze, si mund t'i sosim punë njerëzve, si mund të vaqajmë hallin, të largojmë dertet. Nuk lejonte dhe nuk pranonte të fliteshin gjëra tjera të padobishme. Allah ja Rabbi na I bëj mezhliset tona si mezhliset e pejgamberit alayhis salam. Mirë xhamat, me këtë atëherë dhe mbarojmë dersin, po do vazhdojë ky përshkrim edhe javës tjetër. Javën tjetër, kur dhe mbarojmë inshallah, do të thotë më kemi hyrë në prag të Ramazanit. Javën tjetër dihet tash për tash dersi I fundit. E dini për herë kur hyn Ramazani angazhime tjera, teravia, misafira, ande këndej, na ndiqni, ta thomat, stay tuned, si I thonë asaj. Edhe mbas Bajrami ma pa dhe caktojmë një datë kur dhe I fillim derset me lejen e Allahut. Unë jam shumë razi për jush, hajdeni edhe javën tjetër, se pastaj në Ramazan secili ka ato obligimet e veta, në ty me një përshëndetje të mirë, me një përqafim të mirë në Ramazan. Ju e bot këtë javë, mo javën tjetër nuk ka nevoj me u lodh pe larg me ardh. Wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el Fatiha. Allahumma salli.